është ajo faza homesick, që quhem që e përjeton emocionalisht edhe në përlotje edhe në këtë dramën që njeriu ka me veten, a bëra mirë që lash vendin edhe të gjitha kujtimet. Këto mendime të gjitha kanë kaluar me qindra herë në mendjen time dhe isha në një anë mënyrë ishte mirë që nuk se rrjetet sociale sepse nuk më shikonin prindit, domethënë atë Mërzin dhe ta përjet. Po, vështirësi që kaloja këtu dhe ishte gjë e mirë sepse ata mendonin kisha dalë në Amerikë dhe nuk e dinin të këqijat dhe të ato vështirësi që kalojshin këtej. Patjetër shkolla për mua ishte më lehtë shkolla e mesme këtu se sa që ishte në Shqipëri. Shqipëri ishte më vështirë dhe dola me rezultate shumë të mira. Por e keqja ishte që vizën e kisha vetëm për 6 muaj, do të kisha në Shqipëri. Edhe në vizë kisha me të stampuar që për 2 vjet nuk duhet të riaplikoja për vizë, duhet të kisha në Shqipëri. Atëherë çfarë bëra, unë vajta në Kemp, vajta të universitet dhe u thash atyre për të futur në universitet. Normale, këto nuk ishin rregulla që unë i dinja sepse kishte procedura që duhet të ndiqja, po unë nuk i dinja këto gjëra dhe thjesht i kam Kemp atje, thash dua të konkurroj. Ata u çuditën, si mund të konkurosh, duhet të studiosh një herë, sepse është një provim që duhet japësh, duhet të studiosh 2-3 javë dhe pastaj edhe për 2-3 javë. Por unë nuk kisha kohë sepse viza po më skadonte dhe thash do vi nesër. Ata shtangën dhe thanë, si do vish nesër ti s'ke studiuar. Do vi sepse nuk më pret koha. Edhe ashtu bëra, vajta dash provimin, me kam në kohës e fitova atë provim dhe më shtym vizën, sepse viza ishte vetëm 6 muaj. Këmbgulja, pra, një tjetër mesazh që marrim edhe që është e rëndësishëm në çdo kohë, pak rëndësi ka se sa evolon teknologjia, këmbgulja për të arritur gjërat. Do të thënë hard work pays off. It always does. Nuk kupton që çfarë do lloj vështirësie që ke kaluar, që ma merr mendja një kohë televizive nuk mjafton të që ti tregojmë të gjitha, siç themi ne do duhen ne dimri, po cilat mund të jenë ato historitë më pikante? Do kishe diçka që do dohet ta ndaje me shqiptarët që na ndjekin, që besoj e gjejnë shumë veten në historitë që ti po tregon, se edhe unë që kam ardhur pak më vonë edhe me teknologjinë edhe absolutisht një emigrim më të lehtësuar, e gjej veten për shembull te ushqimi, po më rikujtoheshin këto shihet. Problemet e para, po. Të problemet që të gjithë i hasim kur ndeshem me një kulturë tjetër. Historitë janë kaq të shumta, ndoshta shumë ata thonë janë të trisht, por për mua janë ato që më bëjnë që jam edhe këto historitë, unë nuk jam as pak, nuk ndura as pak të tregoj. Janë histori që i kam kaluar dhe shpesh i kujtoj, edhe ja tregoj edhe fëmijëve si histori. Ishte momenti ku do ikja nga Oklahoma dhe duhet vija në Pennsylvania, kisha një mik familje, një kushëri aty dhe do të vinja aty, mirë po, unë kisha vetëm $18 në xhep, $18. Bilet ma pret familje amerikane, prind amerikan, edhe do vinja me autobus, por autobusi bende 3 ditë, dhe nga Oklahoma kalon dhe Missouri, në Ohio dhe me radhë Indiana dhe vinte në Philadelphia. Në bilet nuk ishte futur nga edhe pirja, vetëm thjesht transporti. Edhe unë ato $18 banja si shpirt edhe i kisha futur thellë në xhep, nuk i nxirja sepse aq kisha. Kur vëm në shtetin e tretë që ndalon autobusi, ishte edhe një Amerikan 2-3 vjet më mas se mua, ndoshta ishte ai, dhe ai shikonte që kudo që ndalonte autobusi, unë nuk merrja asnjë gjë për të ngrënë, se njerëzit zakonisht hanin dhe pinin ndonjë gjë. Edhe ky më pyet mua se pse nuk e marr asnjë gjë. E thashun nuk kam uri, thashun as pak. Unë kisha kaq shumë uri sa nuk e ke ide, unë po vdisja nga për të ngrënë, por nuk e jepja veten. Atëherë në stapin tjetër ky individ vajte mori një patatin dhe një Coca-Cola, më mend si tash. Edhe ma dha, kur e pash po vikte drejt me, nuk më besoj që kishte marrë për mua, se unë edhe më tha mua kesh për ty, tha unë mora edhe një unë dhe kesh për ty. Unë desha ti desha në qafë ati sepse isha kaq i gëzuar, por e falenderova patjetër dhe me ato patatin dhe me ato Coca-Cola kam jetuar desha në Philadelphia për 3 ditë. Ishte edhe ka qenë dhe rrugë gjatë. Rrugë gjatë, po, sepse autobusi ishte në shumë vende të Amerikës. Që në momentin ku më la autobusi ishte në qendër të Philadelphias dhe kushëri tim më priste në Northeast, në Philadelphia dhe në Verilindje, edhe kështu që duhet porosisja taksi me patjetër. Po, keqja ishte atë nuk kisha as GPS, do nuk kisha as celular, unë thjesht adresën, kisha i personit dhe do t'i vinja në shtëpi.
Taksit kishin një mirër që tregojnë sa dollar stripi dhe kur e kaloi $8 që unë isha akoma larg shtëpisë. E tash po mendoja se çfarë do bëjnë, se s'kisha lek. Dhe sa vajtëm tek vendin e taksia dhe ishte rreth $26 pak. Unë i lasë $9 aty dhe i kam marrë çantë vogël që kisha dhe i kam e vrap. Edhe ai taksixiu më ndoqi. Më ndoqi sepse s'kisha lekë tamam. Po atëherë isha tepër i dobët dhe isha shpejt. Edhe ika, ai më ndoqi deri në far vendi dhe nga që kishte lënë makinën ndezur, edhe u kthyer prapë në makinë. Unë vazhdoj të ikja akoma sepse dija se po më ndishte ai dhe gjeta një verandë, dek që i thonë, edhe u futa në të dekut, duke fshirë më kështë zajnë gjumi pastaj. U zgjova në darkë pas 7-8 orësh, edhe kisha akoma frikë se më ndishte ai person, po isha me fata iku. Kur i dëgjon në fakt duken si histori filmi, por ti ke përjetuar edhe këtu kuptojmë që filmat marrin gjithmonë një nisë nga kur realizohen. Edhe janë për një emigrant, edhe se mendoj që duhet ta ndajmë këtë me emigrimin e kohës së para teknologjisë dhe pas teknologjisë, se siç e përmende, shumë ndryshe të kesh një telefon edhe të thuash hajde se po gjendem në vështirësi ose të kesh një GPS dhe ta dish vendodhjen. Dikur kam dëgjuar që njerëzit funksiononin dhe me hartë, gjë që për brezin e ri kjo është pa imagjinueshme. Jashtë normalitetit. Në fakt, detaje shumë emocionale kur po i përmendje. Që emigrantët në përgjithësi kur kujtojnë lidhjen me vendin e tyre, por lidhjen me statusin ekonomik dhe statusin social në një vend tjetër, mendoj që duhet jenë ndër popujt më krenar dhe kemi demonstruar dhe që jemi ndër popujt më punëtor, sepse të vish nuk mendoj që është as nga zero, në përgjithësi shqiptarët kanë ardhur minus. Minus. Jemi popull i vuajtur shumë, dhe kjo ndoshta na bën që të punojmë më fort dhe të marrim dhe risqe të tejkaluara. Unë kur isha në fshat, punoja në mal me dru me babain, edhe ishte një lodhje e çmendur të punosh dru për të qitur, dhe isha në 13-14 vjet isha atë. Edhe minore. Edhe gjithmonë këto vuajtjet këtu i kalova më shpejt. Sepse kujtuar që nuk do të shkoje back. E dija që më prishte. Të shkoje në pikën ku ishe. Po. Në qoftë se nuk do kisha vojtur, nuk besoj se do kisha ndërtuar në Amerikë në ato kohë dhe do kisha bërë gabimin më të madh. Dhe mendoj që të gjithë shqiptarët e mendojnë këtë gjë, po motivacion shumë e rëndësishëm është kur njeriu vuan, se njerëzit më të suksesshëm janë ata që kanë vuajtur. Asgjë nuk vjen lehtë në jetë. Absolutisht. Nëse nuk struggled. Të shkojmë pak të fokusohemi te shkollimi që ishte rrugtimi kryesor dhe ai që të mbajti dhe më mbërthyer, edhe synimi që ti pate për ardhmen tënde në Amerikë. Pra doje që çfarë shoh shumë interesante në këtë histori, kur mund të ketë edhe shumë histori të tjera që e gjejmë veten nga shikuesit që po na ndjekin, është që ke dashur të bësh më shumë se sa jeta që të është ofruar, se sa prindrit, dhe ky është një realitet që në përgjithësi për një Shqipëri të vuajtur dhe një Shqipëri të mbyllur dhe një Shqipëri që nuk ka qenë e arsimuar për shkak të situatës ekonomike që ka patur, familjeve është dashur të punojnë, kishe këtë stimën për të shkuar lartë edhe për të kërkuar ndaj vetes, për ta sfiduar veten. Si kanë qenë këto challenges, sikurse do thonë amerikanët, duke filluar që nga viza studentore që morë dhe na e tregove deri më tani, po regjistrimi në shkollë, dega për të cilën zgjodhe, ne nuk e kemi përmendur deri tani, po është një avokat shumë i suksesshëm që e kryen profesionin denjësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse ka licencë federale, por kryesisht është i vendosur në Philadelphia. Ka qenë jo një challenge, por ka qenë shumë challenges. Si çdo njeri tjetër dhe unë kalova vështirësitë të mia, si çdo emigrant, këto vështirësi janë të zmadhuara jashtëzakonisht shumë. Në radhë parë unë e dija një gjë, time që desha të bëhesh avokat. Por, se si do të arrinja dhe atje, këte nuk e kisha figure out akoma, dhe nuk e dinja akoma, dhe ndoshta shpesh herë nga vështirësitë e shumta, më duke sikur ajo endër do mbyllesh me aq. Por, kur momenti ishte që unë bija në tokë, e doja ta gjej një mënyrë të ngrihesha prapë lart.
Problemet me dokumentat, me pagesat, se paguajnë në shkollën jashtëzakonisht shumë. Si student në kombëtar paguajnë 3 herë më shumë se amerikanët, më duhet të punoja jashtëzakonisht fort, 16 orë në ditët. Kamarier kam punuar me vitet të tëra dhe vetëm që të kisha mundësi të paguajnë edhe shkollën. Vazhdova shkollën të Temple University në Philadelphia për criminal justice dhe për histori, do dhe mora 2 degrees, majors që të thuan. Dhe aty isha me fat që u lidha dhe me disa, zëmës në criminal justice, me disa avokatë tjerë që më këshillon ose pyesja, kisha shumë connections. Po, connection, po kisha shumë pyetje për ata dhe ata më jepnin shumë njohuri si funksionon në Amerikë. Me kalimin e kohës, njojta dhe bashkëshorten që kam tashi, që ishte ndihma më e madhe e jetës time, që gjithmonë më shtynte për më shumë dhe që ishte themeli i familjes tonë. Deri atëherë kam jetuar me shumë shqiptar dhe kam bërë lloj punësh, menaxher në një restorant, kamarier, edhe gjithsesi gjenja atë kohën për të studiuar sepse gjithmonë nuk kam dashur të bëj punë fizike. Kam qenë i dobët dhe shikona punë fizike sikur më kupuste dhe nuk e shikona dot të ardhmen atje. Dhe edhe në Amerikë në ndërtim nuk mund të punoja dot. E provova një ditë dhe e pash ishte e vështirë. Nuk isha unë për atë punë sepse nuk e bëja dot. Edhe prandaj u vendosa shkollës sepse i kisha gjithmonë frikë punës fizike. Edhe ajo më shtyri që vazhdova shkollën.